Perëndia ynë që ti na ke zgjedhur o Perëndi, na ke marrë nga bota, që ti na thirrë o Perëndi, që ne të vinim dhe të njihnim ty, të njihnim besimin në Krishtin, ta pranonim atë si Zotin dhe shpëtimtarin e jetëve tona. Faleminderit Perëndi që ne kemi mundësinë të quhemi bijtë e tu, të zgjedhurit e tu. Faleminderit Perëndi që kemi mundësinë të jemi sot së bashku për të ta adhuruar ty, për atë që ti je, për atë që ti ke bërë për ne. Të lutem o Perëndi që ne të vim me zemra të hapura, me mendje të hapura, për të lavdëruar ty, për të dëgjuar fjalën tënde teksa predikohet. Lutem o Perëndi teksa vim nga situata të ndryshme në jetë dhe jemi mbledhur sot për të qenë së bashku, preki mendjet tona o Perëndi, preki zemrat tona, na ndihmo që të jemi dëgjues të mirë, ta lejojmë fjalën tënde të preki zemrat tona, ta lejojmë fjalën tënde të prodhojë ndryshim në jetën tona. Të afrohemi me ty, të të njohim ty më mirë, të të shërbejmë ty më shumë. Bekoj këtë shërbes, lutem o Perëndi që ti ta marrësh nderin dhe lavdin nga çdo gjë që do të bëj. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Mund të uleni? Kënga në vazhdim, kënga me numrin 7, edhe që të mos kem probleme tek shtëpia me gruan, duhet të jap dhe asaj një plan shëndetësi për sot. Më mirë se kënga me numrin 7. Zoti më zgjodhi që ka kjo, shparashimi ati zënor, jam i shpërbyer si trashëgimtar, jam i rinjtur dhe gjallëtar. Ky është tregimi që po këndoj, gjithnjë Jezusin do ta lavdroj. Ky është tregimi që po këndoj, gjithnjë Jezusin do ta lavdroj. Gjithmonë i bindur me Zotin tim, tani zbulime grafishme më mirë, krete për qartmën qirat njehoj, fjallë dashuris prej qelit këndoj. Ky është tregimi që po këndoj, gjithnjë Jezusin do ta lavdroj. Ky është tregimi që po këndoj, gjithnjë Jezusin do ta lavdroj. Gjithmonë i bindur me Zotin tim, tani s'po bëj më unë vullnetin tim, që ta se pres me shkurdrin e tim, jam për Jezusin thot dhe dashuri. Ky është tregimi që po këndoj, gjithnjë Jezusin do ta lavdroj. Ky është tregimi që po këndoj, gjithnjë Jezusin do ta lavdroj. Amen. Mirëmëngjes gjithëve, mirë se keni ardhur sot. Ta vdi Zotin që ndërsa njerëzit ditën e diel shkojnë kudo, nuk i shikon. Jam në kaluar fola pak për zgjedhjet, edhe kush nuk ishte këtu, për arsye shëndetje të ndryshme, thash që ishin mbushur rrugët me njerëz veshur bukur. Edhe dukeshin mirë ta Melita, ta si po shkonin kish për të qenë prezantueshëm me më të mirën tonë, për të adhuruar Zotin. Megjithatë zgjedhjet janë drejt fundit, numrimet po mbarojnë. Një gjë është e sigurt që thot fjala e Perëndis, Perëndia mbretëron. Një gjë është e sigurt që
Rëndësi më të madhe ka mbretëria e Zotit, sepse është një mbretëri e përjetshme. Përmenda pak javën e kaluar secili ka jetën e vet, rritjen nga gjyshën komunizëm me Partinë e Punës, demokracinë me babain, dajën, shpresat për demokraci dhe çka kam kuptuar u bëra 45 vjeç, nuk do na zgjidhi problemin më të madh që ka njeriu, nuk e zgjidh dot njeriu. E zgjidh vetëm Perëndia. Dhe problemi më i madh që kemi ne, dini kush është? Është mirëqenia e shpirtit. E keni vënë re, sado vitet kalojnë, sado ndryshojnë partitë dhe sistemet, po flas përgjithësi, nuk po i vi fare preferencave dhe me qira fjala, kush ishte javën e kaluar tham, voto Krishtin çdo ditë, sepse ai tregon rrugën më të mirë, sakrificës dhe të ringjalljes. Qeverit votojnë një herë 4 vjet, lutju Zotit një herë atë votë, por një gjë kam kuptuar unë të paktën që sa më shumë qëndrojmë në fjalën e Perëndis, aq më pak unë personalisht do thot për gjithë merrem me politikë. Dhe Perëndia na ka thirrur di pse që të kemi një shpresë që është e sigurt. Dhe shpresat e politika vjen keq nuk do jetë dot e sigurt, do flasim pak sot për inkurajim, për të kapur dhe një herë, të shpresoj mos ta keq kuptojmë për të kapur ku është shpresa jonë më e madhe. Dhe mirëqenien e shpirtit, gëzimin e brendshëm, vini re, paqen, mirëdashjen, mirësinë, sakrificën, to të mëson fryma e Perëndis. Dhe unë them të forcohemi në këtë, dhe sigurisht shatam, nuk jemi kundër politikës, sepse politikën Perëndia e përdor, për të shohim diçka shumë interesante sot nga Bibla, që na inkurajon në besimin tonë tek Zoti. Një numërues më shkruaj ti. U zgjuan sa. Jo. Shkurt fare thot njëri. Njerëzit duhet njohin Zotin e vërtet. Që të kuptojnë se çfarë rëndësie ka jeta që vetë Zoti na e ka dhënë dhe si duhet ta përdorim sa jemi tokë. Tani kur e lexoj këtë, është e bukur edhe për mua dhe është shumë e vështirë ta jetosh. Dhe është vërtet inkurajim. Njerëzit pra duhet kuptojnë Zotin e vërtet dhe për çfarë na ka vënë në këtë tokë. Dhe që mungon këtë tokë, nëse keni vënë re, është pikërisht njeriu i brendshëm. Mungon zemra e sinqertë, mungon pastërtia, mungon të vësh interesin e tjetrit para vetes, mungon sakrifica, mungon koha, vetëm këtë gjimi e kemi të vështirë të gjojmë. Dhe Zoti thotë për këtë kemi nevojë. Kurse, edhe një herë, janë të mira, sigurisht, rritja rrogës, rritja pensionit, tulen taksat, gjithë i aspirojnë këto, por nuk do zgjidhin asnjëherë kur problemin e shpirtit. Shpresoj të keni kuptuar çfarë thash. Kështu që lavdi Perëndis për atë që ai është, sepse ai siguron çdo ditë, edhe është besnik, ujin e ka lënë aty, tokën e ka lënë aty, diellin e ka lënë aty, familjen e ka dhënë, mendjen e ka dhënë. Ne jemi ne atëri vjet që prishim gjithçka sepse jemi më ta. Unë prandaj e them këtë që nuk do zgjidhë njeriu, e kupton. Le të jetë kushdo, kryeministri më i mirë në botë, do ndihmojë për mirësimin e jetës ndoshta, por nuk zgjidh problemin thelbësor që kemi ne. Mirëqenien e kujt? Shpirtit. Tani kush më kujton ca vargje para të Jezusit lidhje me këtë? Që tek predikimi i parë. Lum, s'kam se të frym. Lum ata që vuajnë për drejtësinë. Lum ata që janë të mëshirshëm. Lum, pra kush është i lumtur? Është pikërisht ai njeriu që gjen paqen, gëzimin e brendshëm. Kështu që të kërkojmë këtë në fillim, pastaj gjithë të tjera do marrin kuptim pastaj. Kështu që lavdi Zotit që jemi sot këtu, për gjithë ju që vini dhe të respektojmë Perëndin, të adhurojmë Perëndin për mirësinë e tij. Kemi një vizitore të veçantë që është rikthyer nga Amerika, Sofia Fjoçi, që ka mbyllur shkollën e saj, që të lutemi për të ardhmen, si do e drejtojë Perëndia. Gjithashtu kemi, martoi dhe vllajën, ajo u sigurua të martoi vllajë dhe erdhi. Po, i do ato kitë mirë ka pastorandi. Dhe që kemi me lek të ato kitë të, me qerasje. Kemi edhe një gjë që ta kujtojmë, një vajzë besimtare e besnike e kishës tonë, Mirsa dje ka pasur ditëlindjen, mosha nuk thuhet për vajzat, nuk thuhet. Por, është 0-2 vjeç,
Që shumë bekim për 20 vite që Perëndia i ka dhënë, edhe të lutemi edhe për mirësen që Zoti ta drejtojë sidomos si dhe Sofin dhe gjithë ne frymërisht njerë në zemër, në shpirt, sepse do bëj gjithë diferencën. Shkoni ku doni, kërkoni nga doni ju dhe unë, nuk do bëj diferencën as ku do jemi në shoqëri, as sa lart apo sa poshtë, rreth parë do ta bëj zemra. Kështu të lutemi për zemrat tona dhe këtyre dy vajzave që Zoti vazhdoi t'i përdori, si dhe të tjerët që janë këtu. Për lavdinë e tij, kështu që t'ja këndojmë këngën apo s'ka nevojë? Gati? Ço. Ishte e vogël i thoshe me ke emrin Mirsa, jo thoshe, ka që i hajshin Misra, thoshe ka Misra. Po jo moj vajzë, bëjmë shaka. Mirë, edhe një gjëra për t'ju kujtuar, që fundi i muajit maj, na afron me konferencën misionare, është nxitja që bëjmë njërë në muaj, njërë në vit, po njërë në muaj kujtojmë misionarët, njërë në vit që të mendojmë seriozisht për misionet, edhe t'i kujtojmë misionarët tanë në lutje. Një gjë që e kam merakun, kujtohemi për ata andej, që është shumë mirë, po se kujtuam për misionin tonë këtu, për t'u injillizuar edhe për të ndarë ungjillin me njerëzit, i bie çik larg mendosh për një që e ke larg, e kupton? Që të rritemi në dashurinë për të humburit, në familjet tona, në lagjet tona, në punët tona, edhe të kujtojmë edhe pikërisht këta misionarë, të cilët i shërbejnë Zotit, dhe tema këtë vit do jetë ka lidhje me Shqipërinë, kështu që mos e humni këtë, sepse është bekim i madh që ungjilli erdhi që në kohën e Krishtit. Në gjëra sa rëndësishme, jo me luftë, por me predikim, me ndarjen e dashurisë Zotit, sidomos nga apostulli Paul dhe ja vargu te Romanëve 15:19, e kemi për pak më koncis, që thot me fuqi të frymës së Perëndisë, që jo të shpatës, jo të armëve, jo të taksave, të ulti ngresi pas interesit, jo të mashtrimit, jo të mençurisë njerëzore, sa i zgjuar jam unë edhe i bëju këta. Disa rëndësishme shkapë, kjo pika e parë. Çfarë do tani? Me fuqi, kujt? Frymës së Perëndisë. Dhe s'mund ta kesh frymën e Zotit pas ke pranuar Krishtin. Dhe nuk mbushesh me të, po nuk jetove për qëllimin e madh Perëndisë dhe jo vetëm për veten tonë. Dhe thot prej ku? Jerusalemit, ku nis Pali, deri në Iliri, kanë përmbushur shpalljen, çfarë shpallje? E ungjillit të Krishtit, çfarë është ungjilli? E lajmit të mirë. Prandaj them, po nuk kapën thelbin, letërim gjithë ditën, dashmërin me sport, dashmërin me politikë, dashmërin me çfarë duam ne, kemi humbur thelbin. Sepse lajmi më i mirë është Zoti na do edhe kur ishim mëkatar. Qeveria nuk e ka zgjidhur dot problemin e vdekjes. Qeveria nuk e ka zgjidhur dot, jo që qeveria, çdo qeveri po them, problemin e plakjes. Nuk e ka zgjidhur dot problemin e përjetësisë, dhe prandaj erdhi Pali. Sepse Zoti e preku që sillte lajmin e mirë që edhe pse ne mëkatojmë, meritojmë vdekjen fet, Krishti e mori për ne dhe ai u ringjall që na japi ne shpresën e jetës së përjetës. Është një varg magnitës. Ungjilli erdhi në Shqipëri në shekullin e parë, direkt në kohën e Krishtit. Dhe u nda me dashuri dhe me fuqi. Kështu që le të qëndrojmë në frymën e Zotit, le të pastrojmë zemrën, kemi një zemër të pastër, kjo është baza e çdo gjëje, nuk do ecë asnjëherë puna e Zotit kudo. Njerëzit do vazhdojnë, do kenë probleme në gjitha kishat ku dëgjon, le më shoqëri pastaj, le ta kemi në mendje të pashpëtuarit, po s'kemi frymën e Perëndisë. Dhe lavdi Zotit është një konferencë mendoj që do jetë bekim, kush do ketë mundësinë të jetë të jetë në 30 dhe 31 maj, i bie e premte shtunë pra në orën 6, për të nxitur bashkë, mund të ftojmë dikë për të ardhur, edhe në një qershor që është bie në orën 11, nuk kam ca ftesa këtu fillimisht, që mund t'i përdorni, të kujtoni vetëm mirë, po edhe t'i japim dikujt për t'i shpërndarë. Nëse mendoni dikush e mban mend që sot, jepjani. Po harruan jepjani çik më afër, po mos harroni ju t'ja jepni pastaj. Po. Që të jetë një kohë
inkurajuese, të largojmë pak vëmendjen nga vetja dhe thjesht nga kisha jon, por të mendojmë edhe për të tjerët. Interesat sa më të ngushta bëhen, aq më shumë humbasin të përhapen. Mirë. Dhe një gjë, para se të lutemi, vjen dhe një djalë nga Amerika, i cili është një student në një universitet biblik Maranatha, ku ka qenë dhe pastor Majku dhe Gjeniteri, edhe Sofia, vidi kokës më sarroj, edhe mi që kujtova, se të shaka. Por, ai është në vitin e fundit, Sofia, duket, apo? Futet vitin e fundit, quhet Hudson, por mbi emrin e ka, kujdes, kush e qenë nga është, ka, ata që se njofit. Mbi emrin e ka Sturmovic. Fredo, kujdes, ë? Është, jo, unë komentoja një gjë. Kosovar nga Fieri, mirë. Komentoja një gjë. Është kroat në origjinë, nga babai, nënën harrova, ka kishte. Duket e ka amerikane, por nuk jam i sigurt. Dhe një gjë po thoshte dikush, se shkojnë mirë kroatët me shqiptarët, sikur kanë pakën rrjete sociale, kanë dëgjuar, por Dalmacia në kohën e lirisë ka qenë deri në Kroacinë e sotshme. Ka qenë Dalmaci, sigurisht erdhën fisët slave, se ta slave, u dyndën dhe si duket ka pasur goxha përzierje, si gjithë Ballkani, por është bekim ta presin këtë djalë, ai do mundohet shërbej për të bërë praktikën e tij, jo thjesht vetëm shpresoj të jetë, jo thjesht praktikë vetëm për shkollën, por frymërisht që të rritet sepse ai ka dëshirë të bëhet misionar. Ne nuk e dim çfarë do bëhet apo jo, dhe u bë vullneti i Zotit, po shumë bekim ditët tona të kesh të rinj që duan të shkojnë në mision diku për të përhapur Ungjillin. Ai ka nënën atje, babai ka pak që ka vdekur, më sa mbaj mend. Është një djalë që kemi biseduar disa herë, kështu online, edhe të lutemi që Zoti ta përdori të jetë një nxitje e mirë dhe për ne, dhe ai të mësojë këtu, sigurisht dhe ne të mësojmë diçka prej tij. Kështu që do ta kemi edhe për konferencë shpresoj, se do ndajmë dhe çika ato planet ku do jetë. Kështu që të lutemi edhe për të. Hudson Sturmovic ka. Mirë? Se mos e paraqikoni tani. Të është djalë i mirë, dakor? Do i them, po e ka problemi ai që ma të vit në fundi themi Sturmo. Po, shtunën në mëngjes do jemi në takim në Burra, djem që mund shpërndajmë dhe ca ftesa, e takojmë njerëz që bie të shtunën. Po për ne përgjithësi që mos u ngatroj është ajo që kemi marrë. Maria më tha një gjë që e kam ke kompjuterin duket, po të shkoj ta marri. Ishte i bekim dhe një nga kisha, se na e zjate tani Maria, pastaj thonë ikëm vonë. Për dhuratën që bët, edhe është bekim, më në fund e vura varsen, e kam këtu, po zbesuat se jam të nxjerr tani. Në fund kush ka interes, por tha një gjë që kishim dhe kartolin, ishte akutia kështu dhe kartolina ishte skiç, nuk duke fare. Mbrapa kur tha kjo ke kartolin, shkova e pash, që mbase e lexojmë fund, se kanë mirë, lexojmë më vonë, s'ka. Mirë, atëherë le të tulim kokën për se të lutemi bashkë. Zot, falenderoj o Perëndi. Falenderoj o Zot për mirësinë tënde. Të lutem o Zot, kap disa mendje dhe zemra këtu. Mos të besojmë gjithmonë tek njeriu o Zot. Edhe njeriu më i mirë është mëkatar. Ne jemi në kishë o Perëndi dhe po të jemi sinqert, i di mirë të metat tona, i di mirë gabimet tona o Zot, qëllimet tona që shpeshherë janë dhe egoiste. Qëllime personale, pa një fokus o Zot, ose vizion për hapur Ungjillin. Ne qëndrojmë Biblën o Zot, luftojmë me veten, luftojmë me ty për të besuar o Perëndi, luftojmë me botën. Dhe prapë kemi të vështirë, kemi aq të pastër o Zot. Dhe sa më pak është politika, kudo në botë. Që ndihmon njerëzit tanë o Perëndi që thellohen në Biblën o Zot, të mbushen me frymën tënde o Perëndi. Në plan të parë tjetë mbretëria jote o Zot, dashuria jote, ajo që na përmbush ato nevoja dhe kërkesa që nuk do na përmbushen kurrë nga njerëzit. Sepse është diçka personale e zemrës o Zot, kur kemi një marrëdhënie personale me ty o Perëndi. Falenderoj që na dhe Krishtin, motivuesin dhe nxitsin e kësaj marrëdhënie, shembullin më të mirë o Zot,
Dhe jo më kot fryma jote o Perëndi, frymëzon në dashuri, në mirësi, në falje, në inkurajim, në sakrificë. Këto janë vlerat që mungojnë o Zot. Dhe ti na i ke thënë fakt, nuk jam unë i zgjuar këtu, që e them. Ti na i ke thënë fjalën tënde. Që të lutem o Perëndi, punon zemrat tona pak nga pak. Ne jemi njerëz, duam të ndryshojmë shtet, por me të shohim dëshimi kërkon shumë kohë. Na ndihmo o Perëndi të ta adhurojmë ty, mos të heqim dorë o Zot, nga ti që je mbreti i drejtë. Na ndihmo o Zot që të kemi të njëjtën zemër siç kishte apostulli Paul, i cili shkruan në mënyrë manice o Zot, që në kohën e Krishtit, që ka përhapur ungjillin nga Jeruzalemi deri këtu te ne në Iliri o Perëndi. Një jude, gjithashtu një qytetar roman, që la punën e tij që kishte në botë, la ato ide, plane që kishte për jetën dhe tregoi interes o Zot edhe për njerëz si paraardhësit tanë o Zot këtu. Na erdhi ne po të njëjtën prekje, që nuk vjen vetëm nga mendja jonë, por vjen kryesisht nga dashuria që ti na jep nëpërmjet frymës tënde o Zot, nga nxitja për të fituar njerëz. Falenderoj për konferencën që kemi mundësi o Zot të inkurajohemi ato 3 ditë, na ndihmo të ftojmë njerëz që nuk e njohin Krishtin o Perëndi, të lutemi për ta, që të kuptojnë të vërtetën o Zot, atë që na gënjen bota edhe djalli o Perëndi, që na mashtron me gjëra materiale sikur këto janë arritja. Dhe gjithmonë shpirti mbetet bosh. Kështu që na inkurajo o Zot në këtë konferencë, gjithashtu me Hacën që vjen. Falenderoj për këtë djalë o Zot që ka një interes për misionet. Jepi drejtim o Perëndi, na ndihmo të jemi bekim për të, ta nxisim, të lutemi me të o Zot, edhe pse jo shohim një ditë një misionar që në stadium për momentin ai do të shkojë në Kroaci, po kudo që ti e do Perëndi, ta çosh atë. Falenderoj Perëndi gjithashtu edhe për 2 vajza, si Sofia dhe Mirsa që përmendëm sot. Vazhdo të japësh drejtim Sofisë o Zot për të ardhmen, në vazhdimsinë e saj ndërsa ashtu në Shqipëri, u bë vullnet yti për sosur o Perëndi, siç them shpesh, jo vetëm për jetën tona personale dhe të saj, por për një impakt shumë të madh o Zot në jetët e tjerëve nëpërmjet Ungjillit. Falenderoj për Mirsën o Zot, për besnikërinë e saj që kur ka lindur këtu dhe ajo, rritjen, shërbimin, vazhdo të punosh në zemrën e saj o Zot, dhe në zemrat tona, kur mos mendojmë që kemi arritur diçka o Perëndi dhe kemi nevojë gjithë të rritemi o Zot. Vazhdo të arrisësh Mirsën të jetë drita dhe kripa. Falenderoj për sakrificën edhe besnikërinë. Edhe si ajo o Perëndi, për shumë të tjerë këtu që të duan ty o Zot dhe duan të rriten dhe bekimet e tua o Perëndi. Bekoj o Zot gjithashtu edhe nevojat e ndryshme që kemi si besimtarë. Sigurisht vim këtu të flasim për atë që ka më rëndësi, që është plani yt. Po unë lutem o Zot edhe për gjithë ata shqiptarë që votojnë, që janë përfshirë në zgjedhje o Zot, që kanë aspiratat e tyre o Perëndi. Kanë mendimin e tyre. Ndihmoj o Zot që edhe ata të mësojnë të kenë shpresat tek ti o Perëndi. Të sigurisht të reflektojnë, të mendojnë për votën kudo që ta hedhin. Jepi o Zot ruajtje, unë falenderoj që askush nuk u vra. Falenderoj o Zot që është nga zgjedhjet paktën nuk patëm humbje jete. Edhe bekoj njerëzit o Zot që ta kërkojnë shpresën më të madhe tek ti o Perëndi. Bekoj dhe qeverit, ti vetë na ka thënë në Bibël, çfarëdo qeveri qoftë, ne duhet të lutemi për ta o Zot, që ti të prekësh mendjet e zemrat, paktën të dikujt atje, që të mendoj siç duhet për njerëzit. Dhe ne në fund o Perëndi e mbyllim duke thënë që shpresa jonë është në ty, në atë që Krishti bëri për ne. Ty qoftë nderi o Zot dhe lavdia në emrin tënd të shkuar lutemi. Amen. Kënga tjetër, kënga me numër 25. 25. Esho, esho, raket
Shimi, edhe vlatemi, edhe do I kërkojmë vlatemi që të lutet për ne. Le të lutem. Perëndi, faleminderit për këtë ditë, faleminderit Perëndi që një Perëndi mirë, gjithëpërfshirshëm, Perëndi që na do Perëndi, lutem Zot që të bekosh këtë ditë, bekosh persona që japin oferta Perëndi. Lutem Perëndi që kemi ndjekim shembullin tënd, kemi zemrën dhënëse Perëndi. Japim dashurinë që vjen të bëron për te. Në mjesit lutem. Amen. Mirë, kënga e radhës, kënga me numrin 11, hiri tepër të mund mëkatin, dhe të ngrihemi të gjithë në këmbë, jo të moshuari. Hiri tepër të mund mëkatin, ishte tuar ish pasor.
dëgjuar nga fjala e Perëndis, edhe le të mundohemi që të largojmë pengesat. Një nga pengesat është ndërprerja për shkak të celularit, kështu që dua t'ju rikujtoj që t'i fikim telefonat ose heqim zilet. Dhe një gjë tjetër e mirë është që t'i kujtoni njerëzit që ju marrin ditën e diel që jeni kish, se do bëhet rutinë edhe do ta dinë që të mos ju marrin. Mirë gjithmonë, sidomos kur vim në kisha njerëzit, ta kujtojmë dhe njerë, jemi ne, nuk janë muret, por është bekim që Zoti ka siguruar këtë vend, që ne të mblidhemi, por sa vim këtu kemi mundësinë çfarë? Të dëgjojmë diçka që është jashtë asaj që mendon bota, apo jo? Sigurisht rrofshëm. Këtë mund ta bëjmë edhe kur jemi në shtëpi, që hapim fjalën e Perëndis, kur kalojmë kohë personale me Zotin. Por siç e them edhe fëmijëve dhe të rinjve, ai sa jemi këtu ja 1 orë që do jemi, le të dëgjojmë çfarë thot Perëndia, sepse besoj edhe një herë jeni aq të rritur sa kuptoni që asgjë nuk është zgjidhur përfundimisht gjatë gjithë periudhës njerëzore, apo jo? Tham, njeriu lind, njeriu jeton, gëzon ca ditë trishtohet, fund vjen vdekja dhe askush nuk e zgjidhi këtë problem. Por fjala e Perëndis thot pikërisht kjo humbje e di pse vjen, sepse njeriu shkëputet nga Perëndia. Ndërsa kënduam këtë këngë, ajo që bëri Krishti për ne, unë shpresoj ta kuptoni, e di që do kohën e vet të rritemi, është gjëja më manica, nuk e di si mund t'japi njeriu, nëse një Perëndin, jetën për edhe një herë për sport, për politikë, për vendin dhe mos ta japi për Krishtin që të deshi aq shumë, edhe dha jetën e tij për ty. E di ku nuk e bëjmë të vetëm, por nuk e kuptojmë mirë çka bërë Krishti. Sepse vepra e Jezusit është pikërisht ky lajm i mirë, ky ungjill që është për ty personalisht. Ti dhe unë meritojmë të vdesim një ditë, vi kushdo qeveri dhe perandori, paga e mëkatit është vdekja në ferr. Por Zoti na deshi dhe jo vetëm na shpëtoi, që është manicë, që siguroi jetën e përjetshme dhe është shpresa jon, por gjithashtu folëm pak të dielën sa për ta kujtuar. Apo s'do skap këtë. Më çaj bërë. Folëm pak pse është e rëndësishme që në thonë za votojmë Krishtin. S'kam asgjë kundër politikës, lavdi Zotit, nuk ndodhen vrasje, sepse unë jam rritur që me ndrimin e sistemeve dhe nuk duroj dot, tani që rritem kuptoj, se kur je i ri se merr vesh shumë, biles kur dëgjon lajme i ri, thua, si vriten ata mes dasmës. Mund ta rrin njerëz të vriten. E dini apo sa histori ka? Nga emocioni i madh mes dasmës, mes vdekjes, në shoqëri, në familje, brenda një familjeje. Shmendurinë. Dhe fjala e Perëndis nuk flet kot për 2 lloj mbretërish. E kuptojmë? A flet Bibla. Pse thot mbretëria e Perëndis? Sepse kjo na jep atë shpresën të mirëqenies edhe një herë të kujt? Të shpirtit. Na jep atë shpresën jo vetëm mirëqenies në këtë jetë, që nuk do na përmbushi kurrë as celulari i fundit që sakzojmë kur e marrim, se është shumë gëzim kur merr dhurata. Por nuk përmbushesh, do kërkosh një gjë tjetër. Po kur thyet? Po kur thum si bëhesh? Nuk përmbushemi kurrë nga gjërat. Dhe edhe një herë Krishti këngul, jo unë, se unë këngul si të gjithë tjerët. Do bekohen materialisht, do fitojnë këtu, a kapin një gjë me këtë qeveri, po me të tjetrën. Dhe ata bëjnë punën e tyre, janë njerëz, mirë, qinj, opozita, le ta gjejnë me Zotin. Por një gjë, unë po mësoj nga Bibla, më them, që shpresa bazë, për çfarë po them, shpresa kryesore duhet të jetë pikërisht tek Krishti. Po kemi këtë rregull, të folëm pak jam e kaluar, po votove çdo ditë Krishtin, çfarë do të thotë që voton? Voton për dashurinë e Perëndis çdo ditë, sepse ti kujton çdo ditë kur zgjohesh mëngjes mirësinë e Zotit. Kur ti dhe unë nuk e meritoj, Krishti e bëri për ne. Dhe për çfarë motivon kjo? Që ti jesh dhe ti shembull, se fjala i krishter nuk është term që kam lindur në këtë shtet dhe jam i krishter, është term i dikujt që kupton ç'bëri Krishti për atë, e pranon zemër dhe don ta ndjekë. Nëse ti e kupton këtë në mëngjes, ti del si del. Pikërisht me këtë motivim, siç kishte Jezusi. Tham, është kandidati i së vërtetës. Të gjithë njerëzit e kësaj bote
ka një pjesë të vërtete. Të gjithë, edhe politika në donin. Se shpresoj mos merrem me politikën, po të kalojmë të dy javë, edhe por e lidh si me që jemi në këtë klimë, e kuptoj. Ai ka të vërtetën absolute. Dhe e treta që pamë është kandidati i përjetësisë. Nuk ka kandidat që do na zgjidhë problemin e jetës së përjetshme. Dhe ky është vetëm Krishti. Dhe e fundit është cila është zgjedhja jote. Nëse ne votojmë Krishtin çdo ditë, sigurisht ata vinë zgjedhjet është bekimi i madh që ne kemi mundësinë të shprehim vullnetin tonë, secili nga ne. Në kohën e apostujve që vim ke Bibla tani, kohën e apostujve kemi thënë ata nuk kishin zë fare. Në çfarë themi ne, u polizoja ke veprat e apostujve, ata u sulmuan nga qeveria, u vran, u shpërndan, dhe di çfarë bën? E çuan ungjillin atje ku shkuan. Çfarë duhet thonë ata tani? Duhet thonë, jo, po kur kemi qeverinë e këqija, nuk si shërbejmë dot Zotit. Në fakt, ata i shërbyen më shumë. Dhe një nga arsyet pse ungjilli u përhap dhe në botë ishte pikërisht shpërndarja kujt? E besimtarëve. Nuk i kishin kushtet, kishin frikë të punësoheshin. Se nuk i merrin. Sepse po ti merrin, nuk duhet deklaronin që ishin krishterë. Përdoreshin në këto si këto amfiteatre për luftë. Ka dëshmi historike dhe arkeologjike. Pam pak mërkurën edhe kur pam një ditë tjetër. Ato katakombet, se si vrisin dhe varroseshin në tokë, me shenjat e spirancës, besimit tek Zoti, të peshkut, që kishte konte me Krishtin, shpëtimtarin tonë, kishin ca simbolika, sepse i sulmonin. Dhe pengesa më e madhe që ne kemi për mirëqenien tonë, unë mendoj është vetja jonë. Është vetja jonë. Po nuk gjetëm paqe me Zotin. Dhe e di çfarë është interesante sot që po mendoja tjetër, po lexoja gjatë javës, si lindën qeveritë, për shembull, ose shtetet, jo shtetet në kuptimin kombet, si lindën drejtuesit. Kur u krijuan fillim njeriu, po të marrim Biblën, që është fjala e Perëndis, kush ishte mbreti i parë që kishte? E kam gjithmonë që të fokusohemi te shpresa, se po themi. Nesër me qira fjala të bëj një ndërhyrje, që të shtensionoj ata që janë preferencial partive, po kandidova unë, mendoni më jep në votë. Bëj dhe shaka, por nuk ka gjë të keqe të merresh me politikë, sinqerisht nuk ka asgjë të keqe, por po flasim gjithmonë për çfarë? Për thelbin e shpresës. Në fillim kur u krijua njeriu, kush ishte president, kryeminist, mbret? S'kishte. Ishte Zoti i krijoi. Kush do punte premtime për drita ujë? Rritje rrogash. Ja kishte dhënë gjitha. I kishte dhënë lumen, thot Bibla, i kishte dhënë natyrën, i kishte dhënë ushqimin, kafshët, i dha burrit, i tha ke nevojë për grua, ja dha dhe gruan. E dim si shkoi pastaj që një kishte domosdoshme thotë kjo zonja këtu, se thash unë. Kjo e ka fajin, kjo shkodrania. Por i dha dhe grua që fakt nga i them Kristine, sa mirë ka po Zoti që dha gruan më e. Se dhe kur kapesh, sikur ka kuptim jeta. E dinta i di më mirë se ne, se dikush do të thoshte pse na e dhe gruan. Çelën sy temit, thotë do martohen tash. Se deshu shkura ju për pak. Por, duhet të them, kush ishte mbreti, kush ishte kryeministri, kush premtonte? A kuptojmë ku jetojmë apo jo? Fola pak vjet e kaluar. Mos bazoni gjithë shpresat për të për zemrën këtë. Dhe një herë, jo kundër partimit. Mos i bazoni shpresat tek qeveritë. Zoti na dha gjithçka, na dha, e kupton, na dha falas, na dha tokën, na dha ujin, na dha diellin, na dha jetën, na dha trupin. Ne jemi ne njerëzit fatkeqësisht që shkatojmë. Dhe pasi njeriu mëkatoi, unë të shkua, Zoti prap kush ata zgjidhen? Ja dha qeveria, parlamenti kush ata? Ku njeriu mëkatoi. Zoti ata e panë që ishin nga kurish, se duhet të them të ishin aq të pastër, sigurisht më ishin burrë grua, dakor? Por ishin njerëz më të pastër, ishin pa mëkat. Dhe Bibla thot kur filloi hyri mëkati, filluan sydinak, filluan ja, e dia zonja atje, sa mund të rrosh më shumë se unë ti, po nëse. Ishte mirë dhe gjyshërve se në fakt kanë shanse të ikin para nesh, dakor? Por ja zgjidhi dhe i dha veshje nga lëkur kafshë. Ata u veshën me gjethe
që i ka ngela gjë të fiku, dakor? Perëndia i dha vrau një kafsh, edhe i dha dhe premtimin që unë do ta shtyp kokën e djallit dhe nga fara e gruas do sjell shpëtimtari që do shtypi kokën e tij. Dhe prap zgjidhja për shpirtin tonë do vinte nga Perëndia. Zoti i dha ligjet, sa më shumë shtoheshin mëkatet, aq më shumë shtohen ligjet. Ta lidhim prapë me politikën, parlamenti për çfarë është? Si koncept. Të bëj ligje, ti përmirësoj, ti heqi, apo jo, është një ligj i keq, ndryshon shoqëria, do ndryshosh dhe ligjet, në varësi shpresojmë të smirës. Perëndia vuri ligjet i pari, lexoni 5 librat e parë të Biblës, ja dha 10 urdhrimet Mojsiut, plus nenet, nënnenet, çajnë ato, sepse sa më shumë ishte shtuar mëkati, aq më shumë shtoheshin ligjet. Dhe Bibla flet qartë, edhe sikur ta mbajmë ligjin, që është shumë mirë si qytetar dhe si një besimtar ta mbash, prap diku e shkelim. Sepse jemi mëkatar. Dhe Krishti do vinte ai që do përmbushte të gjithë ligjet, dhe do jetë jetën fund për të larë mëkatet tona. Tani kishin mbret ose kryetar parlamenti ose dini që kishin kryeministër. Perëndia vuri një drejtues frymëror, kujdes tani. Vuri një drejtues frymëror ose një drejtues të besimit, që ishte kush ishte që vuri? Sigurisht përdori Abrahamin, përdori Jakobin, sa po në kontekstin e një kombi vuri Mojsiun. Mojsiu pra ishte ai, Aron ishte zëdhën dhe ai që fliste, sepse ky kishte mangësinë të folur. Dhe Mojsiu nuk ishte kryeministër. Okej, ngjan në kontekstin e një drejtuesi, po pse e them këtë? E them për as bafik. Foli pastoranti, do sekuestrojmë telefonat e tjetër. S'ka gjë, jepja një djali se ndihmon. Se një orë. Tani, se a unë më mëndë, ne me zi kapim sa gjëra. Atere, Mojsiu nuk ishte. Mirë, s'ka gjë. Mirë, atere, s'kemi qa bëjmë. Mojsiu thamë nuk ishte njeri i votuar nga populli, nuk ishte njeri që do zgjidhej për parti, e kuptojmë? Sigurisht kam politikën time, në të mirë njerëzimit. Njerëzit i hyjnë me sinqeritet, ke po flisa pak me trin, si thonë fëmijët e vegjël. Edhe shmanice kur gjon, do bëhen polic, ç'do të bësh polici? Edhe kur kujtojmë pak në rini, sepse kemi vuajtur për shumë në ligjin, e dua të ndihmojmë. Mami, pa, do bëhem mjek, do bëhem ku diun çfarë do bëhemi. Pastaj kur të merr jeta, fillon të harron atë betimin e parë. Dhe po kujtonim me jetën që po thoshim, është më mirë fundi një gjëre se fillimi. Fillimi është i bukur. Edhe për ne në besim. Kur ka marrë fillim kisha, si duhet kisha. Parajs, pastaj duhet kuptuar pritës se ka boka këtu. Çau boka që nga njerëz. Lavdi Zotit ka pa Krishtin. Po ka pe Krishtin, nuk e mat besimin e Perëndisë tek njerëzit. Por dua të them, Mojsiu ishte vend si drejtues frymëror. Pra nuk ishte politikan në kuptimin e partive dhe fushatave partijake, por vu për të çuar popullin në adhurim, për të mësuar popullit fjalën e Perëndisë, a kuptoj? Pra nuk ishin mbret. Tani kur vim tek 1 Samueli, është shumë interesante, kush ka Biblat, do kisha qejf sidomos ata që mund të lexojnë, se do lexoj një kapitull të tërë, një kapitull që keni vëmendje, do vim tek 1 Samueli deri këtu, populli i zgjedhur i Perëndisë nuk ishte drejtues politik, sepse ishte Perëndia, vuri, themi, siç mund themi sot, një pastor, një mësues, ku diun, një prif në kohën e djallës vjetër, pra në kuptimin frymëror, ti mësonte okay dhe fjalën dhe ligjet, po ama gjithmonë duke adhuruar Perëndin. Sepse shtetet sot çka kanë një gjë, përgjithësi, shtetet janë laike. Çfarë tha Krishti? Jepi Cezarit atë që i takon Cezarit. Po jepi Perëndisë atë që i takon Perëndisë. Tani unë bëj pyetje. Kur nuk e zgjidhin mirëqenien shpirtërore njerëzit e Perëndisë kollaj. Si mendoni ju, do zgjidhin njerëzit e botës? Po flas gjithmonë për thelbin, ëh? Thash. Dhe me këtë mund të shkojmë pastaj edhe të mendojmë edhe për politikisht, sigurisht. Por po nuk hapëm mbretërinë e Perëndisë, dashurinë e Zotit, jetën frymërore, shpresën që është vetëm tek Krishti, do e vëmë të njërë fundat pamen, për mua është manice,
është spirancë e sigurt, shpresa në Krishtin. Qeverit na zgënjen, si nuk na zgënjen babai, na zgënjen nëna, si që ka. Na zgënjen shoku, na zgënjen vllai, motra në Krisht. Pse nuk presin të na zgënjen? Por kur vim ke 1 Samueli, që sa interesante është, 1 Samueli kapitulli 8, që sa bukur e nis aty. Izraeli kërkon një mbret. Dakor tim? E kemi Biblat, është interesante, kush ka mundësi ta lexojë, po themi. Nga të rinjt mund të përdorni celularin, nuk kam frikë si u vi mesazhe dhe kemi 1 Samueli kapitulli 8 në faqen 283 nga fillimi i Biblës, 1 Samueli kapitulli 8, ja kisha edhe këtu Bibla. Do ndonjëri? Tjetër? Në faqen 283 nga fillimi i Biblës. Da ta hapim se veç është një kapitull i tërë, më mi presim kohën, ta lexojmë me vëmendje. 1 Samueli kapitulli 8, faqja 283. Apo? Mirë, po e lexoj unë me vëmendje. Kur Samueli, që ta dini, ishte prift, apo jo? Ishte kryeprift i kombit Izraelit. Ishte drejtues, si themi, frymëror, s'kishte kryeministër, s'kishte mbret, mbreti kush ishte? Zoti. Samueli nuk ishte i tillë. Ishte drejtues frymëror. Dhe thotë, kur Samueli u plak, emëroi bijtë e tij si gjyqtar të Izraelit. I parlinduri i tij quhej Joel dhe i dyti Abia, ata ushtronin funksionin e gjyqtarit në Bersheba. Shef? Se do zbatonin dhe ligjet e Perëndisë, po gjithmonë në kontekstin frymëror thamë. A gjim qeveri kollaj sot që janë në këtë kontekst. Por bijtë e tij nuk ndoqën shembullin e tij, mos prisni gjithmonë që bijtë tanë të ndjekin shembullin tonë për shumë arsye, por të luten në fakt. Që t'i kapi Zoti, jo t'i kapi zgjuarësia jonë. Dhe thot, u largua nga rruga e drejtë, kryepriftja, u largua nga rruga e drejtë, duke siguruar fitimet pa lejushme, ja politika këtu, pa qenë parti politike, pranuan dhurata dhe prishnin drejtësinë. Atëherë tërë pleshë e Izraelit u mblodhën, erdhën te Samueli në Rama. Dhe i thanë, ja, ti tani e plakur dhe bijtë e ti e tu nuk ndjekin gjurmët e tua. Prandaj cakton mbi ne një mbret, se ky do e bëj punën më mirë, ideja. Cakton mbi ne një mbret, që të na qeverisë ashtu siç ndodh në gjitha kombet. Por kjo nuk i pëlqeu Samuelit, sepse ata kishin thënë na jep një mbret që ta qeverisë. Prandaj Samueli ju lut Zotit. Ç'është interesante këtu është se Samueli vazhdon të mbul Zotin. Bijtë e tij nuk i bindën, nuk janë rregull. Sigurisht edhe ai mund të ketë mëkatet e tij se njeriu është edhe ai, po prap Zotin e donte, e kërkon dhe i lutet. Dhe thotë, dhe Zoti i tha, pra nuk ishte këtu për pushtetin e vet, më duket mua pak nga çfarë lexoj deri këtu. Dhe Zoti i tha Samuelit, dëgjoj zërin e popullit. Për gjithë ato që thotë, sepse ata nuk të kanë hedhur poshtë ty, po kë kanë hedhur poshtë? A është Bibla? Pra kur ata më kanë hedhur poshtë mua. Me qëllim që unë të mos mbretëroj mbi ta. Janë fjalë shumë të rëndësishme mendoj për vizionin e jetës, pra shpresoj të njerëzit kuptojnë. Nëse ka njerëz ai ndjeshën që kujtojnë se po flasin kundër politikës, ju lutem mos e mendoni kështu, se nuk po flasim këtë. Jemi në një epokë ku Zoti e përdor dhe politikën, sigurisht, po këtu si filloi po thënë, a kuptoj? Filloi që edhe ai drejtuesi frymëror kishte problemet e veta me familjen, dhe këta thanë, dhe në fakt një anë, njerëzit botës zbesonin, thanë, po kur s'është kjo rregull, na jepi tjetër? Se çfarë jeti, pse vjen kisha, them shpesh, s'do të thot fare. Do të thot sa rritesh dhe ushqehesh në zemër. Sa i pastër bëhesh nga pastrimi i fjalës Perëndisë dhe i shembullit të Krishtit. Nuk ka të bëjë fare më. Unë kudo që shkoj është merr fakt kur gjën. Ky krishterë, ai krishterë, pse do të jetë kështu? Sikurse ka dhe shumë bekime. Sikurse ka dhe shumë njerëz që lavdrojnë Perëndin për shembullin e mirë, dhe të sinqertë, dhe të sakrificës. Dhe çfarë thotë? Zoti i tha Samuelit, dëgjoj zërin e popullit, e lexuam këtë. Pra, ata nuk kanë hedhur poshtë ty, nuk kanë hedhur mua. Nuk do të sjellë shtjeta. Lëri. Duan mbret do t'ja jap. Me qëllim që unë të mos mbretëroj mbi ta. Sillen me ty ashtu siç kanë bërë gjithnjë, që nga dita që i nxora nga Egjipti,
e deri më sot më kanë braktisur për të shërbyer perëndive të tjera. Tani pra dëgjoj për pjesën e tyre, por lajmëroj solemnisht. Si sa i thot? Mirë, jep janë mbretin, lajmëroj solemnisht dhe shpallu të drejtat e mbretit që të sundojnë mbi ta. Vjen paralajmërimi tani, ka një paralajmërim shumë serioz. Kështu Samueli tregoi tërë fjalët e Zotit drejtuar popullit që i kërkonte një mbret. Dhe tha: "Këto do të jenë të drejtat e mbretit, që do të mbretërojë mbi ju. Ai do t'i marrë bijtë tuaj, dhe këto nuk janë shtetet pak a shumë sot. Ai do t'i marrë bijtë tuaj dhe do t'i caktojë në qerret e tij. Do mbrojë pushtetin e tij, pra apo jo? Me qëllim që të bëjnë kalorës të tij dhe të vrapojnë përpara qerreve, për t'i bërë ata kapetan të misheve dhe të 50 mishë dhe të 50-sheve, për t'i vënë ata t'i lërojnë arat, t'i korrin të lashtat, t'i prodhojnë armë lufte dhe vegla për qerret e tij. Do të marrë bijat tuaja për t'i bërë parfumire, gjellbërse dhe furtare. Do të marrë arat tuaja, vreshtat dhe ullishtat tuaja më të mira që keni për t'u dhënë eunukëve dhe shërbëtorëve të tij." Desha shteti ka pozicione, do kenë këto përfitime, këto detyra gjithashtu. Do të marrë të 10 e farave dhe të vreshtave tuaj për t'u dhënë eunukëve dhe shërbëtorëve të tij. Ja ku janë taksat. Mirë keq, po taksat do shkojnë atje. Dhe fillon harron perëndim. Dhe prandaj jetojmë një epokë, po them biblikisht, që jepi taksa shtetit, siç kemi atë mentalitetin që tash pak dielën, e bën shteti, e zgjidh shteti. A keni dëgjuar mirë refrenin në Shqipëri? Shteti do e zgjidhë shteti, do bëj rrugën shteti. Po është çfarë? Është taksa, është pagaja e popullit. Është e jotja. Më pak, prandaj e vura dhe jam e kaluar. Më pak mendojnë për politikën gjatë viteve, po them, më mirë do jesh, sepse një popull që mendon për punën, nuk ka shpresë politika. Dhe çfarë thamë? Politikën, ki dha votë, kur vjen dita, lavdi Zotit e ke të drejtë, apo jo? Është bekim, se ke një mundësi të zgjedhësh edhe në politikë, thonë. Por mos harro mbretërinë e Perëndisë. Dhe i thotë, pra do të marrë shërbëtorë të rinj tuaj më të mirë dhe gomarët që keni për t'i përdorur në punimet e tij. I mori shtetin dorë tani. Do shteti taksat, do i bëj shteti gjitha. Dhe edhe një herë po them, sa më shumë erë shteti, më pak ngele për popullin, dakord, bravo Erka, po më pak mendon njeriu për vete, se mendon shteti, mësojmë atë. Dhe prandaj nuk rritemi. Ne kemi dhe kulturin, po nuk dinë të rritemi kollaj. Të mendojnë, shqyrtojmë vetë, jo vetëm të rritemi kështu dimë, jo, mbushim të kokën. Shqyrtojmë zemrën, ku jam unë lidhe me këtë, çfarë bëj? Çfarë impakti po jap në atë vendin tim punës, në kish, në shoqëri. Tu është standarde e bëra, mbarova, kam bërë shkollën për këtë, ose kam bërë kursin, mbaroj, çfarë do rritem unë, shkoj punë me rrogën. Perëndia flet gjithmonë për rritje, rritun në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krisht. Dhe thotë, kështu do të jemi, vargu 20, vargu 17, do të marrë dhe të 10 e kopeve tuaja, dhe ju do të jeni sklevrit e tij. Si çfarë i thotë? Gjoni mirë. Jo ne sot, se ne jemi zgjuar tash, kjo ka qenë para 3000 vitesh, ne si hajmë këto. Ne. Pra, aja thot, jemi 1000 vjet afërsisht para Krishtit. Sa interesante, po flet Perëndia këtu. Andaj them, edhe unë kur them ato që them, nuk them që s'do mendojmë. Kemi një qeveri, Perëndia flet që duhet respektuar instancat. Madje duhet lutemi. Pse mos lutemi që Zoti t'i prekë zemrën? Por nuk do na zgjidhin ata problemin e mirëqenies shpirtërore. Nuk do na zgjidhin ata. Atë ditë ju do t'u lërini për shkak të mbretit që keni për vete, por Zoti nuk do t'ju përgjigjet. Megjithatë populli nuk deshin t'i dëgjoj, pra s'deshën ta. Fjalët e Samuelit dhe tha, jo, do të kemi një mbret mbi ne. Qeveria na zgjidh. Shteti na zgjidh. Jo ne me Zotin, ne ku dim ne shteti di, japim taksat ai. Kështu do të jemi edhe ne si gjithë kombet. Mbreti ynë do të na qeveris, do të na dalë në krye dhe do të luftoj në betejat tona. Çfarë kishte thënë Zoti gjithmonë?
unë do të luftoj për ju, po jo do luftoj këtë se kemi një Zot. Besonin, ishin pothuajse të humbur në shumë betejë, në shifra, në numra, nuk ishin kur t'i rregullojnë gjitha, lufton Zoti tani. Besimi fillon kur je ndoshta s'ka asnjë mbështetje. Je ti dhe Zoti. Dhe këta dhanë tani jo të zgjidhim ne, duam si gjithë kombet. Dhe thot Samueli dëgjoi tërë fjalët e popullit dhe ja tregoi Zotit. Zoti tha Samuelit: dëgjoje kërkesën e tyre dhe caktoj një mbret mbi ta. Atëherë Samueli u tha njerëzve të Izraelit, secili të kthehet në qytetin e tij. Deshet mbret? Do ja jap mbretin. Pra e kuptojmë ku lind, themi, politika e gabuar, po themi tani. Lind kur shpresa jon, a e kuptuam mos kuptuam? Apo vetëm Sulejmani këto kapën? Qa festa sot, qa date? Se kam qik bezdik të dhani, ne? Vim kish, le të kuptojmë fjallën e Zotit, o si që kuptojmë sa gjëra. Të kuptojmë emrin e Krishtit, sepse ka vlerë. Sepse thot dhe njerë, tani dikush nga ne mund të ketë prindrit në politikë. Nuk ka asgjë të keqe, nuk po sulmojmë ata fare, por po themi, shpresa e parë, le të jetë babaim, në thash janë ndaluar. Gjyshi merrte mbledhje partie 2 orë, thash, bëshin këmbë të tu me pallën shkurtra, kujtohet Ezekieli, viz. Nuk zgjidhi gjë gjithë jetën, me pasion, e kishte me sinqeritet, jo se gjyshim nuk jeton më. Ishte komunist i devotshëm, i sinqert. Erdhi demokracia. Liri, flok gjata, Partia Demokratike, unë me gjithë babaj, daja, thash. Prap nuk zgjidhen gjë, u larguan, prap vuajnë, nuk ju zgjidh shpirtin më, kuptojmë. Fiton kush fiton, mund sjelli çik për parim, njëri mund mos sjelli, por nuk zgjidh problemin e shpirtit. Këtë po them. Dhe imagjino, po të kesh politikan thonë zot janë besimtar tani kur nuk e zgjidh dot. Vim ke via biblike, kur nuk e zgjidh dot Samueli, që ishte kryeprift, se njëri ishte dhe. Nuk e zgjidh dot një pastor, po them, një drejtues, ku diu, nuk e zgjidh dot kisha e Perëndisë që ka të metat e veta, si njerëz që jemi, po themi. Çfarë do na zgjidhin ne problemin e mirëqenies shpirtërore? Qeveria pa Zotin, si mendoni? Unë thoni edhe tuari, se s'ka një. Po mos gatrojmë, mos themi, po se të na rrisin rrogat. Si jemi me kjo? Jemi ke shpirtin. Dhe Perëndia po flet qartë, thot, ju keni nevojë rreth parë për mbretin e mbretërve. Dhe atë mbret nuk e bën dot ke qeveria këtu edhe kudo, sepse qeveritë po bëjnë gjithmonë më laike, por mund të jetë mbreti i zemrës tënde. Ti ke mundësi të votosh çdo ditë Krishtin. Sepse çfarë thash, nuk të ofron drita ujë që do vinë do ikin, edhe kur e ke, edhe rrugën, edhe kur e ke, prapë si ignaqë, po s'kemi të tjetrën, nuk mbarojnë këto. Por ai të jep ose të ofron, çfarë tham, paqen, gëzimin, shpresën e përditshme. Po votove Krishtin çdo ditë. Bibla, Krishti premton, unë nuk jap paqen si jetë bota. A do zgjidhet lufta në Ukrainë, do zgjidhet, ajo do plas një tjetër. Po ku mbarojnë këto? Njeriu është qenie mëkatare. Por Krishti thot, unë nuk ofroj paqe si bota. Unë ofroj paqe siç e gjeti paqen e apostujt. Të cilët kur kuptuan çka kishin në Krishtin, jo pamja e parë, por kaluan ke e dyta, ringjallja, spyetën mata, kemi thënë. Dolën për hapën ungjillit. Dhe thanë, si pali, nga Jerusalemi shkova deri në Iliri. Do flasim pak për konferencë. Çdonte ai sa kilometra ishte, 1000, gati 2000 sa kilometra. E di çfarë thot në shekullin e parë, të thosh 2000 sa kilometra, me anije, me këmbë, me gomere që kanë pasur, të thosh kaq shumë, e për çfarë do thosh? Fitosh ai lek. Për çuar lajmin e mirë, pikërisht këtë Bibël që ne kemi këtu, pikërisht përmbushjen në Krishtin, që ne jemi të humbur, nuk do ja zgjidhë shtetin, shpirtin, por Krishti zgjidh problemin e shpirtit. Dhe ai vdiq, u varros, si thot 1 Korintasve, sipas shkrimeve dhe u ringjall ditën e tretë. Dhe unë mendoj të shpresoj dhe lutem që kjo të jetë në radh parë, shpresa për mirëqenien tonë dhe familjes tonë. Të jetë shpresa shpirtërore. Dhe s'mund vi por nuk njohë Krishtin dhe por nuk u frymëzohen nga fjala e Perëndisë. Dhe tu ka fakt diçka shumë interesante. Te vargu, kapitulli 9, vargu 27, e kemi përmendur edhe një herë këtë vargun. Mirë që ja vuri mbretin, çai vuri, çan mbretin, ti ne.
Saulin, po qa ishte, njeri i mirë apo jo i mirë? Njerëz mirë s'ka, gjithë mëkatar, po ishte njeri që e besonte Zotin. E vuri dhe mbretin, ja vuri të mirë, ja gjeti vetë. Mirë që i thanë duan mbret, i gjeti dhe mbret me mirë, apo s'bë punë i mirë. A i mirë fillosh të rëmbrohet. I vuri mbret të mirë, i vuri mbret të drejtë, është që them shpesh, mos e merr për që një krishterë dhe ke vitën kish, ose tani e kapur mirë e fort, lavdi Zotit, nuk mjafton. Zemra ndotet, zemra influencohet shumë. Ne jemi qenie të ndikimit. Thonë ndonjëherë kur ke fëmijë të vegjël e kupton më shumë, e kam thënë se në të rriturit jemi çik më kamuflohen më kollaj, po i vogli duket, ja, deti aty që ditën, si u bën, deti këtu me këta shokët, dëgjoj fjalët atje, a ndikohemi. Edhe të rinj ndikohen, ne jemi gjithkohon qenie që ndikohemi. Gjithmonë. Dhe Sauli u ndikua, sepse ishte njeri kur shkëput nga Zoti, ja vuri mbretin, mbret që e donte Zotin, mbret që besonte, pakën i tha kërkuan mbret ta, le ta bëjnë ushtrin, po do jetë i burri mirë. Dhe ky prap fillon shijon pushtetin, pra një njeri, falë, kush ka ardhur për të dëgjuar për besimin, një njeri që lexon Biblën, e kupton? Një njeri që adhuron, e kupton apo jo? Çfarë themi ne gjithë të lexoj Biblën, adhuron Zotin, një njeri që thotë dua të bëj planin e Perëndis. Dhe fillon hyn korrupsioni, hyn mëkati, çfarë presun ose ti nga ana njerëzore, një qeveri njerëzore? Sigurisht më kanë të vlera, ata nuk e kemi thënë deri tjera, ata njerëz janë krijesa të Perëndis. Por janë më të korruptueshëm. Janë më të gabuar, dhe që se bëjnë për natyrën e Perëndis fare një. Dhe ky i vuri një mbret që ishte besimtar. Shikoj vargu 27, çai thot tani, diçka interesante. Një Samueli 9:27. E mori Samuelin, Saulin, dhe thuhet, kur zbritën në periferi të qytetit, Samueli i tha Saulit, thuaj shërbëtorit të kaloj para nesh dhe të shkoj përpara, por ti, dhe shkoj rëndësishme që të ndërtja, ndalu një çast. Po shkon dhe të merr të fronin. Ndalu pak. Ndaloj. Po presin njerëzit atje. Kemi festën. Ndalu një çast. Çfarë i thotë? Në mënyrë që të ke mundësi të të njoftoj fjalën e Perëndis. Me jo çfarë vargu. Thotë, o Saul, je pra je mbreti shumë i mirë, të dua, unë të vura, nëpërmjet Samuelit, ndalo dhe njerë, njoftoj fjalën e Perëndis, se Zoti ka zgjedhur, Zoti do që të jesh mbret mbi popullin tënd, Zoti do që ta drejtosh mirë, sepse gjithë diferencën kush e bën fjala e Perëndis. Plani i Zotit. Pse plani i Zotit pra? Sepse kandidati i përjetësisë nuk është plan vetëm për këtë jetë. Sa për ju jeni gjyshër e stërgjyshër, u zgjidhen hallet. Jetojmë çik më mirë mund jetojmë, por a jemi qetë në shpirt? A kemi pasiguri? A kemi gjithmonë mungesë shprese? A dim çfarë do bëhet me të ardhmen? Nuk do të zgjidhim dot. Dhe prandaj këngul Bibla, është ajo që them shpesh. Bibla këngul të kapim njërë besimin dhe shpresën të Zotit. Po ke kapur sinqerisht këtë, mund të bësh çdo gjë tjetër pastaj. Zoti e përdori Jozefin me qira fjala, ku e përdori? Ku e përdori Jozefin? Në Egjipt. E përdori një shtet si Egjipti. Po e ke kap Zotin, do ketë njerëz që thonë, shkon në Egjipt pyet pse nëse ti ke marrëdhënie me Zotin, po i shërben atij, do të jesh dëshmi për njerëzit. Jep shembull tonë, gjej me Zotin, lëri fjalë të tjera. Jozefi ishte, mund të thoshin si hyrin burr kë, ama kë, ja, si hangër kë. Se ka bëj gjubi. Ku marrin vesh ne se çfarë është plani i Zotit me këtë mendje? Pali tash dhe një, pali që i dështuar me syri njerëzor, po të hyrim zgjedhjet e rrogave. Jozefi ishte i dështuar, sepse hyrin burg, e rrahën, e hodhën. Po besimi ke Zotit, unë po kuptoj një gjë që nga përtej, është tamam përtej kësaj bote, dhe nuk është merita jonë. Është pikërisht duhet i besosh atij, le të ngel papun, le të sulmoj, unë kam marrëdhënien time me Zotin, nuk e bëj për të dukur, as kam pse ja tregoj tjerëve çfarë bëj, unë dua të njoh Zotin. Unë dua të kem paqen e Krishtit. Unë dua të shpresoj tek ai. Sepse ja u vjen një si Saulin, i cili pastaj, që mos ta zgjas shumë, se po jem me koha, por dështoi pastaj. Dhe si përfundoi Sauli, dini? Si përfundoi?
Rambi mbi shpatë, se nuk e vrava shërbëtori, e mbylli aty. Nuk ka shaka me Perëndin. Mund t'jesh kryeministër, mund t'jesh president, mund t'jesh mbret, mund t'jesh aspirancine, nuk do na zgjidhi problemin e bekimeve që nuk na i merr dot asnjë. Në këtë po them, nuk ka qeveri në botë, mos jeton me shpresat e qeverive. Nuk ka qeveri që ta merr ty gëzimin e Krishtit. Ne ke, qofse ke. Një moment edhe unë humbur, nuk diskutohet. S'po them që e bëj unë. Por ai këtë na premton. Po ke shpresën e Krishtit, e çfarë ngele pa punë, do gjesh një punë tjetër. Është e lehtë ta thuash. Po mirë, po prandaj do vazhdojmë, do vuajmë dhe qeveritë do vazhdojnë taksa, do kenë shërbëtorë, po sa bukur thoshte, do kenë unuk, do paguajmë ata, do bësh këtë, do i nështrohesh atyre. Kur një mbret si Sauli në Zotin, që ndaloi e gjoj fjalën e Perëndis, dështoi. Pse? Sepse qeveritë janë kufizuar. Në fakt është një pasazh te Psalmi 146. Do lexojmë dy pasazhe do mbyllim. Psalmi 146, vargjet 3 deri në 5, kush ka Bibla, është në faqen 610, Psalmi 146, vargjet 3 deri në 5. Kja ku thot, dhe jemi gjithmonë ke përparësitë, shpresoj të kuptojmë. Thuhet, është në faqen 610, Psalmi 146, vargjet 3 deri në 5. Mos keni besim te princat, se interesante, dhe as të ndonjë birë njeriu që nuk mund të shpëtojë. Çfarë po thotë Zoti? S'do kemi besimin njëri tjetrit, sigurisht që Zoti flet për besim, flet për dashuri, por thotë, ai që po them, mos bazo mirëqenien shpirtërore të ardhmen ke njerëzit. Por thotë, kur fryma e tij ikën, ai kthehet përsëri në tokë, edhe rasti më të mirë. Ai e bën për mirë, do të ndihmoj, por kur fryma e tij ikën, ai kthehet përsëri në tokë dhe po atë ditë planet e tij zhduken. Nuk ka më plane. Krenohu sa duash, arri çfarë duash, do vi dita fundit planet e tua zhduken thotë. Por thotë, luma ai që ka Perëndin e Jakobit si ndihmë, shpresa e cilit është tek Zoti, Perëndia e tij, që ka krijuar qiellin dhe tokën, detin dhe gjithçka është ta që ruan besnikërinë për jetën. Çfarë gjermanisë? Vetëm tamam për fushata që të kujtojmë një herë shpresën e Zotit, kujtojmë një herë premtimet e Zotit. Nuk ka do ketë ujë apo drita. E ka lënë diellin aty. Aty është dielli. E ka lënë ujin aty. Aty është uji. E ka lënë tokën aty. Aty është toka. Ndërsa njeriu prish. Dhe prandaj thot ai, ki kujdes, thot, mos e bazo shpresën tënde te princat. Pse thot princat? Te drejtuesit. As te birë njeriu që nuk mund të shpëtojë. Gjithashtu, te Isaia, lexojmë Isaia. Isaia kapitulli 40, vargjet 12 deri në 15, pse është shpresa jonë tek Zoti. Isaia 40, vargjet 12 deri në 15. Në faqen 680, që thotë, kush i ka matur ujërat me gropën e dorës? Kush ka marrë për masat e qiellit me pëllëm? Kush ka mbledhur pluhurin e tokës me një mas, apo ka peshuar malet me një peshore, dhe kodrat e tyre me një kandar? Kush i ka marrë për masat e frymës Zotit? Ose si këshilltari i tij ka dhënë sime? Me kë është këshilluar që të jep të mend, Perëndis? Ti mëson të shtegun e drejtësisë, ti jep të dituri dhe ti tregon të rrugën e arsyes. Ja kombet janë si një pikë ujë. Në një kovë konsiderohet si pluri një peshore, ja ai ngre ishujt si të ishin një sen shumë i vogël. Edhe kjo është një përballje që Perëndia na jep tek Isaia për pasur kujdes. Fakt titulli e thot aty, mendo diturinë e përsinë dhe fuqinë e Perëndis. Prandaj them, nuk na i bëjnë qeveritë gjërat. Qeveritë janë, duhet të jenë fakt administrator. Perëndia është besnik. Gjërat i bëjnë njerëzit. Duhet të kuptojmë dhe njëri tjetrin. Është populli që jep. Është populli që paguan. Jepi Cezarit atë që i takon Cezarit, okay? Jepi Perëndis atë që i takon Perëndis. Sepse ai është besnik. Kur ai premton, e mban premtimin. E mbyllim me vargjet e shpresës, për mua kanë qenë bekim këto 2 javë, nuk e di sa mund të jenë për ju, por shpresoj të keni planin tuaj të leximit,
Por një varg që pam të mërkurën, që po bëjmë një libër lutje, ishte Efesianëve 2 vargjet 1 dhe 12, ishte të vdekur i thot fali Efesianëve në shkelje dhe në mëkat. Edhe pse jetojmë, ne e dim që nuk na zgjidh njëri problemin e çfarë vdekjes, ne a zgjidhim problemin e varrezave njëherë, se po e bëjmë çik kështu. Se më tha Hidja, vazhdove ti këto, jo di që thashun ja është vargu, çfarë i bëjmë? Biblës. Ai zgjidhi problemin e vdekjes. Ne jemi tashmë lulet putura drejt fundit. Por shive, ishit nga ato pa Krishtin, siç ishin i lirët dikur, dhe që erdhi pali pikërisht për këtë, të përjashtuar nga qytetaria e Izraelit, në kuptimin frymëror qytetaria e Perëndisë sot, dhe të huaj për besimin e premtimit pa pasur shpresë. Dhe duke qenë pa perëndi në botë. Dhe di çfarë është për ta vënë keq. Gjithë miqtë tanë, të afërmit, njerëzit që ne i mbështesin ndoshta, edhe politikisht. Le të kenë shpresë njerëzore, janë pa shpresë pa perëndin. Çfarë pam ke vargje? Princat sot janë, nesër do zhduken planet. Çka ka menduar Jul Cezari, çka ka menduar, ku diun, Skënderbeu, edhe pse ishte një nga më të mirë, çka ka menduar Enver Hoxha, nuk kanë më ikin ato planet. Faktikisht janë vetëm brapa, dakor, po. Perëndia thot, ne ishim pa shpresë. Kur jemi pa perëndi në botë, ne jemi pa shpresë. Por lavdi Zotit, çka kemi parë? Që kjo është shpresa e si populli u gëzuar me Saulin, e dini? Dhe çfarë ndodhi kur vrau vetën Sauli? U sulmuan, u pushtuan prapë, nuk është se zgjidhen ai problem. Prapë u rënuan, ja ku e ke sot e kësaj dite Izraelin luftë për tokën e premtuar që ishte e tyrja, sigurisht, por u larguan nga Perëndia. Dhe prandaj vuan e zonë, do vuan gjithë ata. Vuan dhe në jetën tona. Sepse Zoti ja dha, i tha madhuro, shpërnda fjalën time. Dhe kur erdhi Krishti, na nicë fare dhe një herë çka shpresë, prandaj thënë. Kjo shpresë që ne kemi është si spirancë e sigurt. Përmenda gjyshin, babain, dajin, i fol tani, a ka ne shpresë ke politika, gjyshi s'ka çfarë flet se e ka mbyll jetën, po babai, daja, një ëndër, okej, diçka më mirë, nuk ka shpresë të sigurt se sa spirancë, imagjino se do të pani, se spiranca thamë e anijes që ullet e s'lëviz, sepse shpresa edhe nuk është i qeveritë dhe ke njerëzit. Mos kini besim të princat, por është tek Zoti, e cila hyn, pra çfarë, spirancën sigurt për shpirtin. Sa interesant, ajo që thash. Kap shpirtin. Dashuria e Krishtit të ringjall në frymë, fillon shikon frymërisht, nuk shikon në, po diun, globalisht, politikisht kuptimin e njerëzor fjalë. Ti shikon frymërisht. Dhe thotë e cila hyn deri në brendësinë e velit ku ka hyrë Jezusi për ne. Kështu që po ikëm me këtë shpresë çdo ditë, diçka bekim është. Mbase nuk fiton qeveria që duam ne zëm, mbase fiton shpresa mbetët e Krishtit. Nuk e di ai zgjidhen hallet ata të dy palëve kur fitojnë her pas here. Kap spirancën e shpresës së Zotit. Kap këtë njerë, tjerat janë më lehtë. Çoh çdo ditë, adhuro Perëndin, kuptoj që njeriu mëkaton dhe kërkoi pari qeveri, pse? Sepse është shkëput nga qeverisja e Perëndis. Nuk po i bëjmë gjitha të liga, nuk po them. Jetojmë një fazë që këtu jemi, por harruan mbretërinë e Zotit. Nuk e zgjidhëm me mbretërinë e robit, po e themi, që të kemi këtë. Dhe mbyllja është do lutemi atëherë çfarë thotë, le ta mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës tonë. Këtë të mbajmë patundur, sepse besnik është ai që premtoi. Edhe po vi perandoria romake na pushtoi, nuk tha pali e ç'na gjeti tani, na u prish puna ungjillit. Nuk e shoh këtë. Në fakt, çfarë thamë? Mëkati atyre e bëri atë të shkonte për hap të ungjillit. Edhe shumë besimtarë. Kështu që mos e masni asnjëherë me syre njerëzore. Mateni në shpirt edhe inkurajojmë në shpresën e Zotit. Shumë faleminderit për xhimin. Ja dhja i qoftë Perëndis, por këto nuk funksionojnë po su lutem çdo ditë dhe po nuk u kapim çdo ditë kjo speranca. Kështu që le të luteni dhe pastaj ta mbyllim me një këngë. Të ngrimin këngë dhe jo. Mirë, ngrimin këngë, s'ka gjë, lutemi dhe këndojmë këngën, kush ka mundësi. Mbase ke nevojë të lëvizni. Kush është i pamundur, ju lutem mos lëvizni, se çështjet shëndetësore janë shëndetësore. Lutemi. O Zot, falenderoj shumë o Perëndi
Falenderoj Perëndi për këto të vërteta që nuk i gjen ke rruga atje o Zot. Falenderoj Zot